Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Koha Vizionin dhe me Glam Radion. Mirë se erdhët në edicionin e fundit për këtë javë. Po se dje kena bot premtën me filmin. Dhe për këtë muaj, shkoj muaj, mu ga duk mazi se janari. Çka je të thon? Mazi se janari. Majron se shkurtja? Majron se janari se shkurti. Të dy të bashka? Po. E ka pas ti farënësiet vetëm, po dhe rëndësi ka pas. Nuk u kryke. Po çe u kry? Edhe nuk isha e vetmja që mendoj kështu. Edhe nesër e kini ditë mas nesër një qershori mundesh me dal me festu bashkë me fëmijë. Do të thonë nesër spenje, a? Nesër spenoj tek po spenje, okay. Ju që jeni në përvetura në këto momente po shihni pjesë ngarkuara, mos harroni me na tregu se cilat janë ato, duke na dërguar foto në Viber në 0499789978. Për temën sot e kemi një temë shumë interesant. Është një temë që shpesh e flasim këtu në mesin e shoqërisë ose në muhabete me kolegë të tjerë kur flitet për shembull për internetin në përgjithësi ose për këtë epokën e inteligjencës artificiale të tjerë. Shpesh përmendet që kjo gjenerata jon. Por sot po dojna me ditë për juve ose me marrë mendime ose ide për juve se na jemi gjenerata e fundit që pik. Kështu e kemi lënë fjalin. Edhe ideja gjithmonë është gjenerata që jemi gjenerata e fundit në shtat që jemi rrit pa smartphone për shembull. Ose jena gjenerata e fundit. Jo që jemi rrit, po që e dim, do me thonë jetën para dhe pas telefonëve të mençur ose internetit ose zhvillimit euforik të internetit. Do me thonë jemi ai gjenerata e fundit që e dim që është një fëmijëri e shëndosh pa telefon, pa smartphone, pa tablet. Po ka dhe shumë sene tjera që kjo gjenerat i ka përjetu e që e ardhmja gjenerata ashme s'ka me i përjetu morë. Po thu që ata s'kan me i përjetu, ha? Do shta mas një kohë shumë gjatë. Mos pja nalin edhe atyne do më thonë internetin. Apo t'ingloj ma ndryshe. Po t'ingloj si me pos zonin e shterë do më thonë. Po si me konë smut. Po vresh kështu atin. Ju thash dje par dje që thash nëse kolitna ose diçka mos mazini për t'keq. Se gjendja nuk është edhe ashe mirë, po që po e shtym. Na tregoni pasi ta dëgjojmë këngën e parë, gjenerata e fundit për çka jemi na. Kështu që 049978 Kjo është bashkëpunimi i fundit mes Noizit edhe Kidës, shoqe. Alo, përshëndetje, kush është telefonata e parë për sot, për këtë premte? Mirëdita, kush telefonon? Remzia nga Ivalia. Si e Remzim? Mirë. Tregom për çka mendon që na jemi gjenerata e fundit? Me dhonë mendimin tem, çka po mendoj jam. Ti çka mendon, po? Po Allah, që s'po ma merr mendja 100% gjenerata e fundit e natalitetit. Po thu që s'kena mu provu mua. Qashtë po menoj, qashtë të analizoj. Unë kam përshtypjen që ka mu rikthy trendi i familjeve më të mëdhaja. Nuk e di pse, e kam një përshtypje të tillë se që shpo e shoh, që shpo e përcjelli trendi në për internet, në për TikTok e kështu, do me thonë është në rritje çdo ditë më shumë, sidomos nga njerëzit influencerët që e konsiderojnë vetën, do me thonë e kanë them kështu primare me bo familje të mëdha. Tash normal që i kanë raporteve këtu në qendrën klinike universitare. Edhe pse Kosovë, ka shumë, është okay, edhe pse me ky po mendon që me që gjenerat u kryma. I kena la dur të Remzia. Okej. Po thu që apo më dëgjon? Po, fjala jote në vesht atyne që knaci është me po që ato që përfute. Edhe unë mendoj që është knaci me po as familjet madhe, po definitivisht për kraja familjare nuk mendoj që na mungon, se për me rrit një fëmijë duhet një katun, kanë thonë këtu një herë, it takes a village to raise a child, që shtu thuhet është shpreha anglisht. Po na mungon edhe për kraja më e madhe institucionale, duhet me kriju kushte edhe favore. A e ke pacim një lajm kohanet që kishin publikuar sot, që sipas ligjit që është miratuar vitin 2007, gratë në ginekologji e kanë të drejtën ligjore me pas përcjellës para, gjatë dhe pas lindjes, gjë që na nuk e kemi ditë. Edhe nuk është leju. Edhe nuk është leju. Kur e shkute dera ta ka po diljasht. Po de? Do me thonë na nuk jemi kënd vedeshëm që e kemi këtë të drejtë. Remzi, faleminderit, përshëndesim shumë. Faleminderit për ju, po do këtë qelë atë Interesant. Jo, temje, temje. Faleminderit shumë. Interesant. Faleminderit shumë.
Mos harroni Go Plus po vazhdon me kampanjen e dhurimit të 16 veturave Avatar 12, 8 në Kosovë dhe 8 në Shqipëri, nga qershori ka me fillu edhe shpërndarja apo dhurimi i 2 veturave të para, një atje dhe një këtu, kështu që bëuni pjesë e lojës shpërblyese duke mbledh sa më shumë kode që gjenden nën kapakët e Go Plus. Sa më shumë që konsumoni mbi 100 kode, aq më shumë keni mundësi me u bë pjesë e lojës shpërblyese për me fituar një super veturë elektrike e modelit Avatar 12. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës në Viber. Përshëndetje, Asman, si e? Mami. Po më vjen mirë, ja ke nisë me marrë vetën, apo? Po. Po më vjen shumë mirë. Asman, hajde tregom gjenerata e fundit që ju jeni gjenerata e fundit, se cili let nisët prej vetës. Gjenerata e fundit që po kemi përjetuar luftën. Po shpresoj me qenë që ashtu. Edhe po lutemi me qenë që ashtu. Gjenerata e fundit që e këna përjetuar luftën. Përbot, pa telefon, pa smartphone, pa kur gja jene përbot vish me plomba zëll. Po, dhe tjera koha e kona atje. Faleminderit Asman që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë. Pas një pasditet mrekullueshme. Përndryshe, po duhet edhe njerë me u tregu atyne që janë për komunikacion këto momente, se është edhe dalja autostradës në Fush Kosovë me kolon shumë gjatë, për mjë qasë Fush Kosovës keni kolon nga AKI-a tutje deri te kreti Fush Kosovës, pastaj po mbetet e ngarkuar rruga Tirana për te kreti prapa stadiumit Fadil Vokri. Këtu janë informatat e radhës që i kemi pranuar në 049-978-978. E te Kenza o mundeni me shku me përfitu zbritje për juve që dëni me mobilu shtëpin me mobilet më të mira, me stilin më të mirë, shkoni te Kenza Home sepse keni dhome gjumi Dorian dhe jo vetëm, edhe shumë produkte të tjera në zbritje. Kenza Home në Çagllavic është. Që telefonata? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, shovën e njës. Përshëndetje, përparem te që a je mirë? Ti që adeshta me thonë te që hajde të rëgom, na jemi gjenerata e fundit që? Qa? Na jemi gjenerata e fundit që? Qka me ndonë? Për qka jemi gjenerata e fundit? Nisu prej gjeneratës tënde. Për të në shumë në të dëshja më në të kjo është i ribë. Si do që tjetë? Gjenerata e para fundit më në për të në fundit. Okej, po të përshëndesim, faleminderit. Tung. Gjenerata e para fundit nuk është. Alo, tjetra. Përmirësim. Alo, Viber. Okej. Telefonatat duhet me qenë për ata persona që i kanë ma shumë se 18 vjetë me nga tregu për përgjigje, dhe jo vetëm për këtë përgjigje, po për se cilën pyetje që e bojnë anan emisionin ton, sepse emisioni është i tilla dhe pyetjet tona janë tilla, pe hapim edhe njerë pe provojna që bën mirë, që s'bën, nuk bën më hesh kur. Alo. Okej, nuk bën më ky fjon. Nësë është asë gjenerate që më mënoj, ju s'keni qka me fol. Po, ju s'keni qka me fol për momentin. Nuk më në me. Se ju jeni gjenerata asë ardhmes, nuk e di ku me ditë qka ka me napru. Jemi gjenerata e fundit që jena gjenerata asë ardhmes, adin kështu qasë gjenerate. Ama na jena gjenerat e ardh, po e shti këtu edhe vetën edhe ty. Se na kemi përjetu, dhe me thonë ndryshime, ja, gjenerata... 60 qatë po thojnë, 70 qatë thojnë që ashtu jena tartë. Po më përgjithsi po thom. A kretë që da qena? Na, edhe prindrit tonë, për shembull, jemi gjenerat e artë, se ndryshimet që kemi përjetu na, nuk besoj që kami përjetu edhe shumë vitet të tjera. Përveç vitit 2000 që kemi në zonë, kemi përjetu ndryshime globale, radikale, që shdu shtuj në kretë globin. Kemi përjetu edhe pandemin, tash llogarite që nuk ka ndodh me vjetë, me dekada. Para me ndodh tash ai filmi 2000 kur dul. End of the world. 2000, po e pat. Fundi i botës. Një farë deti ishin të gjetë, një farë qyteti miliona vjetë parat që u konë. Edhe naj dinosaure gjenë, me di. Alo, përshëndetje. Sebre kështo. Moti se këna thonë, vishë ta thëmë shpejt. Kur na telefononis, kush do që të qoftë, po flasë për këta dëgjusët edhe telefonus të anë regullt, kur na telefononi, kujdesuni me jandojnë zonin televizorit, se kryon shumë problem në komunikim, se në telefon, flasim në kore reale, ndërsa në televizor, zonin ju vjen pak ma vonë. 2012 po thotë ndrit jo ka në filmi, po që ashtu është ndret. Po se dip se mu lidh me 2000. Po ku edhe një filmi me 2000.
Po, kanal me 2000, jo diçka. Çe merr telefonatën. Endriti se kam rri ato, se kuni vogël. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Shoku ju e Gazi. Oh, hajde shoku ju Gazi, ç'është je? Mirë, jo, hajde lodh. Jo, faleminderit. Për çka mendon ti që na jemi gjenerata e fundit? Se për një sapë vitë se më shtanë fakt. Hajde. Po mendoj na që jemi më gjem, se ne në gjenerata e fundit që jemi shumë me vendinjen. Po mendoj se tash gjenerata e tretë është pak më e vdekur, nuk e ka lidhje, po që është që kemi pas na. Në ndjesim për çdo gjë që kemi pas. Do të thonë ju jeni gjenerata, mendon që jeni gjenerata e fundit që e keni këtë lidhjen emocionale për atë dheun. Për gjithçka, domosdoshmë që ka të bëjë me vendin. Okej. Kosova, jeshtë. Në gjenerata të reja isha që ti kam djemë të vojzën e nipin e. Isha jenë të po... Ka shumë sene që nuk pajtona me deklaratën me mendimin tënd, po tash nuk po du me hy asaj teme me debatu e më shty. Mos e thimet, mos e thimet. Ja. Për që ato që s'po du me dojnë prej temës, po e lo me që kaq. Ja, ato me qaj për e taj vetë kështu të durës të kora. Normal. Unë jëmë temë kështu edhe mu më brengus shumë fakti që kam qësë se cini më kanë lidhën shumë e vendit, unë se nuk ka vend me bukur, nuk ka vend që të dashni ma shumë, nuk ka njerëz më të mirë në botë. Jo si të thamë kështu, është e vërtet. Në ngrotësinë e shpirtit se shpesh bje fjona, pse për shembull si mërgjimtar sillen keqe, i grohen vetura keqe. A di që është një jetë aty po. Ja, mos del pi temës. Ja, po, tash ti vetë doli prej temës. Në urujta mos më doli prej temës. Jo, një si zog, në vend vitin një të leu. Qëre, muni si zog në vendin tonë, nuk do me thonë me shkej ligjet, me kesh përdor dashurin edhe mikpritjen e të tjerëve, kjo është komplet diçka tjetër. Nuk besoj që po 90% më shkojnë shumë. Mune me konë 10% që mune me të përë. Normal që ka përjashtime, veç kur vjen puna të sjelljes, ka shumë të tillë që e kesh përdorin. Faleminderit gas shumë. Nuk është vërtet. Kona me votimi që aty, edhe cimi po të votuar aty shumë. Është po më del një piteme zbregas. Okej, pelojnë atë dhe dashuria. E mirë kjo se parja dhe unë kisha pas shef me vazhdu do me thonë. Po, se gjenerata e tyre... Po besoj që është gjenerata edhe gjenerata të reja. Po, dallimi vetëm është që situata dhe mënyra se qysh gjenerata e Gazit kanë dalë nga Kosova dhe arsyet për çka kanë dalë nga Kosova dallon shumë prej arsyeve të sotme. Edhe pse ka të bëjë gjithmonë me lekun, me xhepin, po situata ka qenë atë ndryshe që i ka bo me ik, po me dash vendin më shumë. Alo, përshëndetje. E këta të sotit. O, përshëndetje. Kush për na përshëndet? Jo, s'po duhesh me folë bati. O, atiri. Si e? Po mirë mo. Bater, gjenerata e fundit për çka? Na jena gjenerata e fundit për çka? Kur të në nuk gjati lape. Gjenerata e fundit që i bjen trop. Ma shumë të kalon pasardh. Edhe gjenerata e fundit që kalon mas shumë ti pasardh. So, okej, të mira dyat, faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë. Edhe unë ju përshëndes e gjitha të mirat. Ton kalofsh mirë. Përndryshe për juve që doni me vizitu të afërmit tuaj, qoftë në Gjermani, Zvicër, Sloveni, Suedi, Luksemburg ose edhe anas Jeltas, mos harroni Prishtina.net është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës me çmimet më të mira, më ekonomike, kështu që mundeni me vizitu Prishtina.net. Për edhe ju diaspora mundeni me ardh përmes Prishtina.net, po mos harroni se ka edhe Parisin direkt, po Prishtinë-Paris. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër. Alo, Mirdita. Mirdita, kush telefonon? Skënderi nga Gjermania ku jetaj. Si Skëndera, je mirë? Mirdita, jo si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit shumë. Tregom ti çka mendon, për çka jeni ju gjenerata e fundit? Valla, gjenerata e fundit është Deka. Ç'a? Si dihet ajo aty? Po, ajo është gjenerata e fundit. Jo, e ke shkuptu komplet temën po mdokët. Ana dëgjove paraprakisht çka folëm me dëgjues tjera jo? Jo, po, me gjenerata e fundit është Dekja, ka shumë gjenerata. A mo e shkafit? Jo, na po flasim për epoka, për zhvillime, për ndryshime që kanë ndodhur gjatë viteve të fundit. Për çka jeti gjenerata e fundit? Unë thashim gjenerata e fundit shembull që e kom pritur luftën. Ti për çka je gjenerata e fundit? Duke ju referu moshës që e ki. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Jo, po mendoj ngoj këta tjerë tani e din se
qatë shumë mesazhe të mira kanë ardhur, që të kishin thirrë ta me mesazhe i shumë kënaq tu kesh. Se kanë dhënë çaq përgjigje të mira, simpatike. Telefononi. Amiri, Blerimi, do të thonë jam dy që po i shoh që i kanë dërguar mesazhet, po më mirë është me thirr edhe me bisedu bashkë, se do të thonë te dyt e kanë një përgjigje shumë mirë. E kanë një super përgjigje, edhe po edhe janë pak fani kështu, edhe po përndryshe për juve që doni me pasi infinit mesazhe internet anej minuta me operatorin Ipko, mos harroni me marr pakon infinit tek Ipko. Njënin prej dyqaneve Ipko mundni me shku me aktivizu. Alo. Hajde Joz, hajde se na nxunë ul. Po, përshëndetje. Ku je Joz? Që të shpija që këto, sot përshim. Ani mirë shumë. Përshim të pramëtën e ke bo, po? Po që ashtu e lijo. Ne jemi gjenerata e fundit që? Gjenerata e fundit se me dhe tjetë muzikën e këna bërë taman muzikë të kajshme. Nuk ose ka muzikë të kjeshe. Po. Edhe tash. Çfarë lloj muzike mendon që është gjenerata e fundit që e dën çat lloj muzike? Çka mendon ti? Pas po ti më thon rock, muzikë, edhe popullore, me vërtet e këna bërë për shumë të mirë. Apo është ta veç gjenerata e fundit e muzikës popullore shqipe, edhe që kjo po më pëlqen. Po, dhe ka te kopjojnë ke tonën e kundët, apo vërës? Okej, e mirë është, shumë e mirë është. Tash këta që bojnë muzikë popullore, këtë pak pop folk na din, kanë me thonë jësë është ashtu se dhe na po bojnë, apo si do që tjeta e muzika mirëfill popullore, po na ashta mujna me konë gjenerata e fundit që e kena shiu, se me dëgju mujnë, se po jesin halana për kësi ardiska. Mos me afu dilitio. Nuk i dëgjojnë në kom të reja. Po e vërtet është normal. Ja, me vërtet po. Edhe mas doshta se e përcjella ma herët të Paulina Arditën e kënaqshëm ka. Po më vjen shumë mirë. A e dëgjove fare podcastin mirë? Me u kënaq. Shumë me vërtet. Që kjo është më e keqja se me vërtet jeshtë një na dalin për të sot. Ati kërkoj folje. Po shpresojmë që të paktën përvojën me na sjell edhe na me marr përvojën e tyne edhe me kontribun këtë vend, nëse ata nuk mujnë me arë me kontribun këtë vend. Faleminderit shumë që na ke thirrë Joz. Jo, edhe dashta me nisë që me të vërtetë aty rastisht se unë i du njerëz të mirë. Edhe rastisht e pova se me të vërtetë nuk e përcjelli çash atë. Po kur to pina live direkt çepeshë edhe merr mirë. Po vjen mirë. Shnet kalon shmire pas një vikend mrekullueshëm. Po përndryshe ato podcast mundën me ndjek në YouTube, në Glam Radio, për ata që dojnë me ditë për çka foli Joza, dhe jo vetëm ato, po dhe shumë të tjera, edhe emisionin tonë mundën me pa në YouTube, në Glam Radio, aty ku jemi tani drejt për drejt, mundën me na pa live edhe në Facebook, jo. Jemi në YouTube edhe në portalin e Koha.net. Glamradio.fm edhe Koha.net, se kështu e menun, po Facebookin na e kanë marrë. Jo na e kanë marrë. Hajde po e presim tjetrën telefonat, mos harroni Toyotën me vizitu gjatë këtij vikendi, krejt ju që po mendoni për një ndryshim të bukur në jetën e juaj, edhe po mendoni për me një gjenerat 3 për shembull të veturave hibride që ka sjell Autotrade në Kosovën tonë të bukur, shkoni atje, testoni, zgjedhni veturën më të mirë me 10 vjet garancion nga Toyota. Alo, përshëndetje. Po më ka më thonë njëri, mos e vish kem te veturat që jena gjenerata e fundit që jena tu vozit vetura me derivate. Ose manual. Manual ka me pas maraklit manual. Që kemi kryer autoshkollën me manual, domethënë. Mojna me kon gjenerata fundit. Unë mendoj që ka me pas edhe gjenerata të tjera që kanë me dash veturën manual, se ju duhet të kontrollojnë më shumë. Ish dash me dash. Për derivate që to ja nisi me dy shush, që domethënë për që si derivate mundemi me qenë gjenerata e fundit. Jena është këtë globi tu fokusu drejt se gjelbërtës. Për shkak të ndryshimeve klimatike, diçka me orë. Me hidrogjen. Se dhe krejt me rrym pak si shumë për mdokët. Atëre baterit nuk na lojnë për me qenë krejt gjelë. Shkojna me tjetër. Në doqet të vale. Alo, përshëndetje. Ju lutem dalini televizorin kur na telefononi. Më ndalum, na het s'është problem. Edhe një herë numri i telefonit 049 978 978, edhe në Viber mundeni me na telefonu në të njëjtin numër. Kjo vlen kryesisht për diasporën, s'kemi qef diasporës me aliru pak lidhjen përmes Viber, ndërsa ju jeni në Kosovë në komunikacion kudo që në këto momente, mundohuni me na thirr përmes telefonit. Që sa mirë kish me qenë me thonë dikush jena gjenerata e fundit e kolonave. Po, kolon ka qasja për tek autostrada, po nga Slatina e madhe
me vazhdu tutje, po shihet me kolon në këto momente kjo pjesë, e ngarkuar mbetet pjesa e Veternikut poshtë deri tek rrethi Duplex, hyrja në Prishtinë tani me kolon nga kazerma Demiashari deri tek udhkryqi i katedrales dhe rruga Tirana me kolon për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri. Hajde telefonata. Çfarë dash me thonë edhe diçka po s'na lejohet. Në sana, me qimiru me politika. Jo bashkë me politikë, është me njerëz që janë zgjedhur nga populli, po uroj që na gjenerata e fundit që do të më marr me ta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Urime për Prishtinë. Hajde, urim si je? Mirë, faleminderit. Disa me thonë nashta jena gjenerata e fundit që na rrit me Messenger. Me Messenger? Po bre. Bravo, urim. Po bre. E nutget, atë kujtojnë të adreshin komplet koti nëse jo kompjuterin. Ata tregoj një që... Offline, online. Ata tregoj një dlerimit që e ka shkru. Hajde, tregoje. Po thot, gjenerata, se mos i veç e lidhit e kjo, gjenerata e fundit me floppy disk, me gramafon, kasetat me shirita, e të tjera, që qëtu janë përgjigjet? Më thonë, njëra gjenerata e fundit që kina pas floppy disk, e kom alo, diku një eruj kështu, me urim përshëndesim shumë. E të mja qitë një generatës 2000 tutje për shambull. Në rëgjallit të njepja videokasetën, VHS-in e ma. Një kasetofona, që ka jenë kona to? Po që shtu e kinjëm një magnetofon që e kumpru për me pa fëmija. Me që u konë me CD-a, kur dullin me CD-a, dhe me thonë u konë inovacion i është zakon shumë. Që me CD... Mande kur dull Pentium 4 shedo. U do keme dhes kompjuterin sot dhe ndrit me lunesër. Se deri nesër i bike mu dhes kompjuterin. Përveç kësaj, është dashtë me bo komplet familja me radhë, aty me kalendar, kush kur e ka orarin, do me thonë. Ska bo, e ke shkru një tekst. Plus edhe do i shitët kanarë. E ke shkru një tekst, diçka ke shkru adën, edhe për mja bo save. Deri sot ta karua to, ti ke mujt me bo drekën shlirë. Një tekst kështu. Nëse që shkojnë me tjetër. Në internet kafe më intereson. A ka hala njerëz që shkojnë thjesht me shfrytzu internetin? Po. A veç për videoloja, për kontere për këtë? Jo, internet kafe. A shkojnë me shfrytzu internetin? Po. Në shta punaj punë zez. S'kom besu që jas mujnë ma. Ja s'mujnë. Na kena shku me hinë Messenger me këshyrë simpatia, ana ka hi aty, ashtë online a hi. Alo, hajde Gim se na nëzune ullë edhe ti. Si e? Mirë na ju? Qysh po kalon? Mirë, faleminderit. Gjenerata e fundit që? Si e kena inshallah gjenerata e fundit jep nas që e kena shu Kosovën, kush më inshallah se vën. Edhe kjo shumë e mirë. Faleminderit shumë, shkurt, mirë, pastërt. Faleminderit shumë. Ju uroj një vikend ty dhe Fiona. Gjithashtu Agim, gjithashtu. Edhe na ty, faleminderit shumë. Inshallah ju plotësohet gjitha dëshirat dyve. Hajde. Faleminderit. Edhe pse si mirë fundit fatkeqësisht. Alo. Ja. Shumë. Më thonë është ju afru me telefon televizor u shku, asdi ku shku. Uroj që këna me qenë. Na jena gjenerata e fundit e telefonit me kabel, se s'kishe mujti me një që ashtu televizore. A ka telefona fix në përshpi dikush sot? Shtrojt pyetja. Ka? Ka dhe mbetet nese, mos tina na thonë. Mujnë mirujt në shtavish për dekor? Jo, është mbetet komunikimi ma i sigurt. Okej, a ka dikush i përdor sot? A ka dikush i përdor? I shdasht mi përdor. Na jemi gjenerata fundi që jemi mësu me... Permatikon 038 që aty. Që telefonata? Edhe kemi përjetu krejt ndryshimin e prefiksave. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Përshëndetje, jena mirë. Jem Mohamed nga Prishtina. Hajde Mohamed. Tani që është kam mas shumë të kështët, që asë kohën e para luftës nuk kam ndodhë, pe viti 2000 e knena që kam ndodhë, vrosje, fere, roje në rriti që nuk besejnë kohën e para luftës që na shqiptorë, në kam ndodhë sa gjona më herë që për qëtë kohë. Ko është arsye nuk kem ka e bim asë një heqë. Dhe më thonë, jemi generata e fundit që? Vromi në rriti, fermi në rriti, këtë është më interesanta. Që shkojnë e mas luftës me njerë. Okej, Muhamet. Faleminderit për përgjigjen. Kalov shmirë. Se me hy tash asaj teme se çka është faktari, është, do më thonë, është temë komplet tjetër edhe ka ndodhë edhe përpara, po i ka bëu tjetër kush. Kish me qenë gjenerata e fundit që ndodh më edhe mos më ndodh, kish me qenë perfekt. Do të ishte mirë. Hajde shkojna te Albi Mall në herë shpejt.
Unite. Kalo rrugën te, përfito shërbime falas për të jetën, mirëmbajtje të llogarisë, mirëmbajtje të e-banking dhe Tap Mobile. Lëshimi debit kartelës, 0 euro komision për pagat ndërkombëtare. Tap. Kjo është bota për jetimin jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E në dhjetor me dhurata me ikzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po ma të shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Kredi për bizneset vogla deri në 120.000 euro, pa hipotek dhe me non efektive interesi prej 6.25%. Një mundësi ideale për mbështetur dhe zhvilluar biznesin tuaj në The Arman. Banka Raiffeisen. Make it happen. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Rikthehemi edhe njerë në 049978 po presim informata tras komunikacioni, telefonatat e juaja. Gjithashtu po duhet edhe njerë mi rikujtu juve që jeni në për vetura se në Çarklavic në të dy anët e rrugës benzinën dhe dizelën e keni për vetëm €1.12 për litër, ndërsa në Ajvali e keni benzinën 1.13, dizelën 1.12. Mos harroni me u bë pjesë e lojës shpërbyese, mos harroni për me shku në Facebook edhe me po çfarë do pyetje që keni për Petrol Company. Po mos harroni mi vizitu këto dy pika dhe me përfitu nga çmimet më të mira derivateve. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Çazimi. Generacia e fundit. E fundit si e kena pojë në pedol. O ta njefsha. Bravo bre Çazim. Hajde ditën e mirë, faleminderit shumë. Je mrekullueshëm. Ton kalofsh mirë. Po pra. Çe? Ato ditën volëm për ato adem bitcoina këne, po shkojna ka ato kuletat elektrike, se pithojnë valleta. Më thonë, halo, plus kartelat e bankës më qena tu pagua dhe halo, që s'ma tha kërkush dikush, që rata e fundit që kena me pat parën, oj fion. Është edhe një tjetër që ka të bëjse sa ajo thuhet gjithë kështu ka cilmi, po që kur të bot tema, kur kuj si bjen men. 049-978-978 edhe njerë numri telefonit. Mos harroni me shku në Ventura Motors. Automita i ka sjell disa prej Vespave më të bukura, po dhe shumë modele tjera të motorëve, sepse me kampanjën e fundit kushdo që blen një Vesp deri në 125 kubik ka me fitu derivatet falas për një vet. Do me thonë prej momentit që e blen deri sa të bot një vit i plot kemi pas derivatet benzinën falas. Pse po kesh? Po kesh me mesazh. Jo po kesh me mesazh. Ka vëllë mesazhe për lexoj. Jo, këtë mesazhat i lexojnë në pjesën e dytë, mos harroni, mos thot dikush që pishkruaj kur po lexoni. Mas orës 17. Po thot, hajde të lexoj. Hajde. Se mështini me kesh kështu. Vishte të gjoj emrin tash ku me zgjetoj fion. Gjenerata e fundit përgjigja ke gjenerata e fundit që kena mu martu me mëset. Aty nuk e di. Apo thush edhe në tarmën, edhe në tarmën ka me punu mësitja? Tash në vend të mësitit, si person fizik, është Messengeri, Instagrami, TikToku, do më është një varë mësitje. Amo me mësit që në shku, do me thonë me lyp dorën kështu, që e në pra e nusë ja ditën e mirë. Ja, që kjo po dhe gjenerata e fundit e mësitit. Me nati, me na. Po thu që alo, ka me vazhdua. Te na, po se po dhe në shumë vendet botës. Për neve po voli se Japan te ka njek moti, ata gjysën e seneve ti ka njek. Po, 100 jo po 150 për mas jena. Jo na po Evropa, pityne. Nashta jena dhe generata, më sto me fundit, po që po planifikojmë dasmat mdhaja. Po tu kanë mi bo alo më të. Jo, mërë se s'kan me kon. Okej, se po që generata e fundit e dasmave 400 plus, tash deri në 200 max. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Meja. Hajde me nga Lipjani, tregona çush je sot.
Mirë, faleminderit, sa jeni mirë ju. Mirë, faleminderit. Gjenerata e fundit që Kosovë do të pas dorlok pa pastërtimo. Okej, gjenerata e fundit që ndoshta e durojmë këtë farë të merri. Me qenë mba të pasë si domej, si ambienti, si parqe, si krejt. Kultura familjare mas parim. Faleminderit, me të përshëndesim shumë. Ditën e mirë. Ditën e mirë, gjitha të mirat. Faleminderit. Po i vresim tjetrën telefonat. Nik si diçka, çush është tema e shkrume? Se kum po. Tema? Po. Gjenerata, ne jemi gjenerata e fundit që edhe 3 pika. Ne jemi se po thot na, jo, po ne, na, okay. Alo. Na është gay, është shumë mirë. Po, jo, unë si e këtu dialektet edhe menismë nuk kritiku dikush s'manin heq jashtë kësor. Në Gjermani folin midis parlamentit, folin paramenoj konga e Shkodrës elektronike ti shknu në gjuhë letrare. Zjarr. A di çu është dal zjem. Mos më përmend se çu ka dal e kombon me inteligjencë çu ka dal fantastike. Po tash do të thon ajo kong ti shknu në çfarë do dialekti tjetër nuk ish përshtat se ajo vajza me atë djalin e kanë shkruar që ka ndosh vet në dialektin e vet edhe çashtu e ka një edhe çashtu i ka dal mas mirë. Kushto e po namas pari, se s'u kuptoj. Kushto e po. Po s'kena vakt. Se çu jashtë Gjermani. Po më intereson, çu e ka po. Tash i kanë hjek shumë dosa në moti. Gjermonti vret për sa që ishten me full standardin, ja gjithmonë folin në theks, domon theks kuptimin dialektor. Po na jemi më gjerman se gjermanta se din jashtë toksora. Po gore bre. O jashtë toksora, hajt për temë fol, diçka mos më kallzo për gjerman. Ja, okay. Jo, po për me gjerman folin në dialekt, pa i gore kam. Bayerni sonë ishte kur me fol si shfobat, absolut, është shfobat si Bayerni. Qëre, na jemi gjenerata fundit që kena me punu me qëta kompitera që i kena qëtash normal që është me Windova me qavadione. Gjenerata tjera ka kena me punu me kompitera kuantik, do mon, ka me qenë revolucion i lahtarshëm, edhe kemi me konë gjenerata fundit që kena me bon mega dorsma, tha dhe fjona, unë besoj që kena me kalu në parti dorsma, në talmen. Do më thonë një DJ-t mirë me veti, edhe një vend që atje një lokali, tjera ta që i donë me ftesa. Një batani me shtru dikon në Livall, a vëdherën që atë më dikon që kemi ngu muzik të mirë, që shto karë më votardhën. Po gjithëse, une bista që uroj një fundjohë në borë, nuk e pota në më thirë, po vishë shumë faleminderit që jemi rekullushëm, për ndryshe po në televizor është na, duhet me qenë ne. Ata që janë titra atje mundën me përmisu, ju lutëm. Për që ata u çudita se kur është dërgu tema, dërgu me ne, nuk mujta me lexu. Po lena. Jo, s'ka lidhje, ashtu siç duhet, na e thojna na, apo kuptojmë, po në televizor duhet me qenë çashtu. Faleminderit. Po për ndryshe nuk se tash më thon këtij shikuesit, a është femër apo mashkull, nuk e di. Zotri, po ki drejt plotësisht, po na nuk e shohim ne, nuk e shohim do më thonë në televizor. Unë e fionën e shashito dhe qas. Kërënë. Po na e thëmë, unë e se di. Që është të e thëmë? Nej, se s'pëdu mi hi kësaj tema s'teme, si të dera. Hajde edhe pak minuta s'po se shku. Hajde telefonat tjetër, më saroni edhe shpejt, në Swiss Diamond Hotel Prishtina, për ju që halo keni ko edhe me ndoni më përgatit diçka të bukur të madhe me familje, shkoni në Swiss e kanë sallat e mrekullueshme, mos flasim aty edhe për ushqimin dhe për shërbimin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Kush na përshëndet? Sadikun nga Ushtreja. Hajde Sadik, ti çka mendon? Për çka jemi gjenerata e fundit? Unë kam që me konë në gjenerata fundit mos me përjetu që këto krizat, mere, këto... Po mendon që ka me u bo mirë edhe jemi gjenerata e fundit që jemi tu i përjetu këto kriza politike, ekonomike, sociale, a qysh po mendon? Po ato po dëshiroj. Okej, faleminderit shumë Sadik, përshëndesim. Për të mirë. Vikend këndshëm, faleminderit shumë. Faleminderit. Gjithat mirat. Unë po. Alo, përshëndetje telefonata. Të shoh vetëm të qitë me dur. Kush na përshëndet? Pas me kon italian. Milaim, nga telefonon? Nga Zvicra. Si kalon? Mirë, faleminderit, jo. Ne jemi gjenerata e fundit që? Ndëgjë, ne jemi gjenerata e fundit që si kemi qup lesh në Brazile. Do më thonë na vetë kina me shku, ha? Parashikues si së ardhmes? Jo se di. Në varet që shë bën venin?
Edhe po, tash më varet edhe prej mundësive të atina të asajna, po për mos me pas çfarë problemi, a dinu në Fiona që e folim shumë shpesh punën e pensioneve këtu, që besoj që kish me zgjidh këtë farë problemi komplet. Edhe këtë farë frike. Po dhe frikën, e se cilit prej neve. Për mos me ju bo barë kërkujna, mos me ju bo barë. Po jo, mos me ju bo barën e fëmis tem, du me thonë me pas një pension të mirë, nuk ju kisha bo barë, ishim taku, ish ardh, ishim dal, nëse kish dash me nejt mirë me mu, nëse s'kish dash, kish vazhdu tutje, kështu që qështu e shoh une, po bojnë athirje, po thojnë asa kështu pas shef me pas pensionin, a e keni qështojnë mi lazim 300 euro, 200 euro, dhe me thonë si fqet goja për me thonë 700 euro një pension. Po. Unë e menoj që një pensioner, një pensioner të na ishdosh me pas me qëto kushte, me qëto shtrejtime, në përgjithësi me këtë jetë shtrejt, në Kosovë, jo veç Prishtinë, sa për Prishtinë Pedina, me pas një pension dikun 500, 550, 600, minimumin. Unë hisë mendoj që ka me ardhë kjo ko. Unë hisë mendoj që ka me ardhë ajo ko. Na gjenerata e fundit që s'kina me pasit pension. Uroj. E hisë mendoj që ka me ardhë që ajo ko të them. Se shumë flitet edhe gjyko, adin të gjush si me spes kështë të gjuën këtë komentet që neve koment që kanë me na bos, adin më do hisë menoj që ashtu. Votam një mund nëse do një pas. Hiç nuk menoj që ashtu. Do me thonë, gjeneratat e kalume kanë bo shumë a pak për fëmi, se sa bojnë prindrit e sotëm, kanë bon ato të vetën që sa kanë ditë, pa i gjyku, por na që ka bojnë për fëmi gjeneratat e reja, do me thonë bojnë edhe jashta mundësive, kështu që hiç nuk menoj që kanë me na e këty shpinën. Po jo, apet nese. Se tem tjetër kjo. Që s'ka nevojë për me pas kësi farë komentesh para gjykimit të ndaj fëmijëve. Kjo një temë tjetër që mund të kap ndaj ditë. Po edhe nëse s'është jeta mbarësi, kujdesin ndaj prindërve s'besoj që ka me hup ndonjëherë. Jemi shqiptar. Mund është me marr një unos të mirë edhe me shkum jashtë mamit. Edhe mi thonë që se e meriton edhe ato me gurç muar diamantit. Ajo e meriton me vesh me diamant. Po ato pedina tash se cilë thotë që shtu për nonën e vet. Zoja Eglantina po me diamant rak aty. Edhe me ta pru qika, se e meriton te, po nëse dënë edhe na i far aksesori kështu të tarit, për din, i gjenë aty tek Rubinin, në qendër Prishtinës në Albi Mallo ose në Ferizaj. Alo, përshëndetje. Shkoj. Gjenerata e fundit që po lypo monaza me diamant, adin. A ku qka, ku me qka kanë mi bo naza? Ka me dol tash, adin këto orat e menshve, tash ka me dol edhe unaza po e menshur. A ju naza e menshur? Po, vi që shkruna aty diamant, thot mirë është diamant. Edhe me syzat, ku me di që ka mu bo me syzat me dioptri. Ka ndollë syzat me kamerë. Amo jo, tash të syzat me dioptri, që shenë, qysh kam nevojë, une me mindresh ato, trap, tap. Mos me nëni najsan që po mene jo, që kom për dioptri me mandresh këto. Se qa menove? Po më ka menuna i kosh najsan, unë shkoj edhe mu menje. Të folje, të shku. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje. Ska kish këshirë kosha e fion. Kush telefonon? Alo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Valdrini nga Lipjoni. Hajde Valdrin, si jem? Mirë, faleminderit. Ti për çka mendon që jemi gjenerata e fundit? Nisu prej gjeneratës tone, për shembull. Të e shosh budallakije në përrihtet të tjole. Valla. Po ti e kisha buni ligj Valdrina, për cilës mosh deri në cilën mosh guzon më shfrytzu smartphone-in, definitivisht. Faleminderit shumë. Po dali këtë shtetet se me ligje që ai adoleshent prej kësaj moshe mos me përdor këtë aplikat, domethënë e kisha qitë edhe një limit kohor deri kur guxon më shfrytzu Facebook-u. Jo më edhe për komente me qitë. Visha kisha bu disabled atë komenteve. Do u rrugove. Alo, përshëndetje. Do i rrugove. Pas na nisesh. Çudi. Alo. Ani morrën. Alo, përshëndetje. Edhe ti ani. 049978978 po shihet e ngarkuar në këto momente pjesa nga Slatina në drejtim të Fush Kosovës me kolon gjatë, e keni këtë pjesë e ngarkuar në këto momente është rrethi me flamurethi spitalit deri tek rrethi rrugës B, rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit me kolon gjatë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Telefonata e fundit për këtë javë. Kush na ka telefonu? Raif prej Fush Kosovës. Si Raif? Unë mendoj që jem gjenerata e fundit që kemë luftu për qëllimin e Kosovës. Tani e fshat mirën, po shpresoj mos me pas më nevojë veç me rujt, me punu këtë vend, edhe me luftu për me shu atje ku menojnë atë gjithmonë.
Po tjetër, faleminderit. Faleminderit Raif për telefonatën. Faleminderit shumë secilit prej juve që keni telefonuar për mesazhet që keni dërguar. Në pjesën e dytë pas orës 17 kena me i lexuar secilin prej tyne. Mos harroni ju me bo ata që duhet me bo gjithmonë me jap shumë dashni. Deri tonë paqet plot shëndet. Pjesën e dytë kena me pas edhe një intervistë në studio për një festival që kam marrë shumë shpejt Prishtinës për tash shumë vite vjen, nuk ju tregoj se cili çka ç'shtek, mësoni duke na dëgjuar në 86 edhe 102 FM. Përndryshe ju që s'keni mundësi me na dëgju tutje, shihemi të hanën e paqen një super fundjavë.